Libri është gjithçka. Prej librit kemi nis dhe tek libri do të rikthehemi. Zenel Zarka prej 13 vitesh e gjen në bulevardin Vlorskell, aty ku vijon të tregtoj libra. Pasioni për librin është ajo çfarë mban ende, por si edhe shprehet ai, ka mundësi edhe të fitojë diçka financiarisht. Zeneli është një ish ushtarak që gjatë jetës së tij pranon se ka lexuar shumë dhe vijon ende pavarësisht moshës. Natyrisht që teknologjia ka ndikuar kryesisht tek të rinjt, por vetë Zeneli përcjell edhe një mesazh për ta, të lexojnë sa më shumë. Pranon se për çdo ditë ka interes nga qytetarë të moshave të ndryshme për të bler libra të zhanreve të ndryshëm, ndërsa vetë pranon se nuk do të shkëputet kur nga pasioni për librin. Unë në këtë biznes kam rreth 13 vjet. Unë libra t'i blej në për familje. Marr libra që nga këto sekondaret edhe dhe një bibliotek të tërë. Për këtë kam krijuar një infrastrukturë, kam një depo këtu që punoj. Këtu e kam gjetur veten mirë, sepse jam rritur në mjedis libri, kam jetuar me librin, edhe dua librin. Je rritur në mjedis libri, si në shtëpi ke patur familjen e Arsimin më thuaj? Po edhe në familje kam patur, edhe si trashëgimnik kështu, jo nga prindi se prindi ka i patur njerëz buq se na fshati vi. Po si intelektual që jam edhe unë, jam më arsimor. E kam pasur qef librin që në 8 vjeçare, të asaj kohë dhe në gjimnas kam lexuar. Unë kam varor për ushtarak. Me kapitalizëm, gjithnjë lindin gjëra të reja dhe lindin gjëra të vjetra. Një gjë është për të ardhur keq, sepse mbas u përmbys ai sistem dhe hyri demokracia, librat u shpall një luftë. Gjoja, siç u shpall gjithë arteve, gjithë kulturës, gjithë shkencës. Gjoja se ishin të politizuara dhe kishin shërbyer atij sistemi që, me thënë të drejtën, librat ne i kishim idhur. Por një gjë është e vërtetë. Sot ka shumë burim informacioni, ku njeriu mund të gjejë gjithçka. Por truri nuk i asimilon filmin, se filma janë ato, telefoni filmës, siç mund ta lexoj. Teknologjia i ka lënë, me thënë drejtën, librat pak më janë, po ata që kanë tru, edhe ushqejnë trurin, se truri me libra ushqej, e kërkojnë librin, që nga profesorat, që janë me doktoratura, gjenë materialet asaj kohe që duhen, plus edhe prindërt të asaj plejade për niprin dhe mesat. Unë e thash pak më para që unë kam lexuar që fëmijë dhe jam rritur me libra. Por kam nostalgji, me thënë të drejtën, për ato libra që janë botuar në atë kohë. Qoftë literatura artistike, qoftë edhe literatura shkencore, të gjitha sferat, pavarësisht se teknologjia ka avancuar, mekanika ka ndryshuar, teknologjia e elektrikut ka thas për këto profesionalet. Megjithatë, nuk ka dalë në një ligj tjetër që të rrezojë Omin apo të rrezojë Faradejn apo të një shkencëtar të asaj kohe. Nuk ka dalë. As Pitagorën se ka zbuluar njeri. Dhe ato janë shtylla. Sa libra ka lexuar Zeneli? Zeneli ka lexuar me mira libra. Nuk e them për mburrje, po me vërtet unë lexoj edhe sot. Jam 72 vjeç, lexoj edhe sot. Tregtoni, kanë interes? Librat e mi kanë vajtur në Sydney, librat e mi kanë vajtur në Amerikë, jo për reklam, po është e vërtet. I blejnë. Librat e mi kanë vajtur në Gjermani, librat e mi kanë vajtur në atje ku është më e zhvilluar. E kënaqeni frytet të punës tuaj këtu? Emigrantët vinë dhe blejnë. Vetë kënaqeni që ishisni këtu? Unë jo kënaqem, po unë kënaqem 2 herë. E para që i marr 5 leka, se pensionist jam. Patjetër. Kuptohet që punoj, se nuk i marr kështu pa punë. Po më kënaqem kur brezat e rinj i kërkojnë librat. Dhe kënaqësi të veçantë. Aq më tepër kur në një fëmijë ndihem keq, kur në një fëmijë kërkon një libër dhe prindi nuk ka mundësi t'ia blej. Këto shpirtë po thosë duhet të ulin çik dorën e çmimeve. Pse? Ai vin bie librin e ri me 50%. Kush e merr këtë 50%?
kush e merr? Ky është realitet. Mua s'më kanë ardhur, po edhe më kanë ardhur dhe i kam refuzuar. Sepse çmimet këtu ky thot 10.000 lekë, se mu po mund të thot më shumë. Ja, 9.000 lekë. 9.000 lekë. Ne ja gabova 1.000 lekë. Pra, ky libër është e vështirë për masën e gjerë që t'i blej. Të rinj duhet të kthehen te libri. Bota është rrumbullake dhe atje ku nisë aty do vesh. Zeneli sot në pension, por çdo ditë e gjen në bulevard pranë librave të tij, me mesazhin që libri është shumë i rëndësishëm dhe të rinj të kthejnë vëmendjen ndaj librit.